Të dhënat e Eurostat tregojnë se Shqipëria mbetet mes vendeve me peshën më të lartë të energjisë rinovueshme në Europë. Në vitin 2024, rreth 43.1% e energjisë së konsumuar në vend erdhi nga burimet rinovueshme, kryesisht hidrocentrale. Edhe pse në rënje të lehtë krahasuar me 46.6% në vitin 2023, niveli mbetet dukshëm mbi mesataren e Bashkimit Evropian, e cila për vitin 2024 ishte 25.2%. Në krahasim me vendet e BE-s, Shqipëria rënditet në të njëjtin grup me shtetet që kanë peshë të lartë të energjisë së gjelbër në konsum. Në Europë, pjesën më të madhe të energjisë nga burimet e rinovueshme kishte Suedia me rreth 63%, e ndjekur nga Finlanda me 52% dhe Danimarka me 47%. Në anën tjetër të spektrit, nivelet më të ulta u regjistruan në Belgjik me 14%, Luksemburg me 15% dhe Maltë me 16%. Edhe në rajonin e Ballkanit, Shqipëria rënditet ndër vendet me peshën më të lartë të energjisë rinovueshme. Në vitin 2024, Serbia kishte rreth 25.9%, Maqedonia e Veriut 21.8%, ndërsa Kosova 18%. Vetëm disa vende të rajonit si Malizi me rreth 41% dhe Bosnjë-Hercegovina me rreth 40% kanë nivele të krahasueshme, ndërsa shumica e ekonomive të tjera mbeten dukshëm më poshtë. Në nivelin evropian, përdorimi i energjisë rinovueshme është rritur ndjeshëm gjatë 2 dekadave të fundit. Në rastin e Shqipërisë, një pjesë e mirë e këtij rezultati mbështetet në një trashëgimi energjetike që ka kaluar disa dekada. Niveli relativisht i lartë i energjisë së gjelbër lidhet kryesisht me prodhimin nga hidrocentralet, të cilat mbulojnë pjesën më të madhe të prodhimit vendas energjisë elektrike. Në vendet me peshën më të lartë të energjisë rinovueshme në Europë, struktura e prodhimit lidhet ngushtë me burimet natyrore që ata kanë në dispozicion. Në Suedi, pjesa më e madhe e energjisë së gjelbër vjen nga biomasa, hidrocentrale dhe energjia e erës, fal pyjeve të shumta dhe rrjetit të pasur të lumenjve. Edhe Finlanda mbështetet kryesisht te biomasa nga industria e drurit, si dhe te hidrocentrale dhe energjia e erës. Ndërkohë Danimarka është një nga liderët evropianë e energjinë e erës, veçanërisht me turbinat e vendosura në det, të cilat mbulojnë një pjesë të madhe të prodhimit të saj të energjisë rinovueshme.